Në qershor do të nis zbatimi i marrëveshjes në praktik për pensionet me Italinë. Sipas specialistit të sigurimeve shoqërore në Korçë, Riza Hashimi, marrëveshja konsiston në bashkimin e viteve të kontributeve në të dy vendet dhe qytetari merr dy pensione të ndryshme në të dyja shtetet, në rastin se plotson kriteret përkatëse të secilit shtet. Nëse në Shqipëri një qytetar shqiptar i cili nuk plotson kursin ligjor prej 15 vjetësh, sepse ka emigruar në shtetin italian me vjetësinë e punës që ka në shtetin italian, do të ketë mundësi të plotësoj 15 vjet dhe më shumë se 15 vjet për të përfituar një pension pleqërie në Shqipëri dhe ana sjelltas nëse në Itali nuk plotëson kursin ligjor sipas legislacionit italian për të përfituar një pension pleqërie, duke u bashkuar me vjetësinë e punës që ka në Shqipëri, tashmë qytetari shqiptar do të përfitojë një pension italian në Itali dhe një pension sipas legjislacionit në Shqipëri. Kursi i marrëveshjes është që të dyja shtetet do të respektojnë legjislacionin në fuqi që ka secili shtet dhe edhe për vjetësinë e punës dhe për më pas edhe për llogaritjen e masës së pensionit. Hashimi shpjegon se për përfitimin e një pensioni nga një shtet i huaj me të cilin ka marrëveshje bashkëpunimi, kërkesa mund të bëhet vetëm në Tiranë. Të gjitha pensionet me të gjitha shtetet që ne kemi marrëveshje, të gjitha caktohen në Drejtorinë Rajonale të Sigurisë Shoqërore të Tiranës. Kërkesa mund të bëhet në Shqipëri ose edhe në shtetin respektiv për të përfituar pensionet nga të dyja shtetet, gjithmonë sipas legjislacionit në fuqi, duke respektuar legjislacionin në fuqi të dyja shteteve. Me interes për qarkun Korçë ngelet nënshkrimi i marrëveshjes me shtetin grek, pasi ka një numër të konsiderueshëm emigrantësh në këtë shtet fqinj, me të cilin ende nuk është realizuar dakordësimi.